Me shumë knatësi, mikun e këtij emisioni, zotin Ardit Gjinali, drejt për drejt, në horizontin e mesditës. Tunë gjatë jeta, zoti Gjinali. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Punë të mbarë dhe gëzuar ditën e shtërimit të Kosovës. Faleminderit shumë. Po aq e rëndësishme sa edhe pavarësia dhe për ulje për të gjitha ato brezat të sakrificës shekullore, njëjtë si dhe për ulje për familjen Jashari, mirënjohje për zotin Rugova, mirënjohje për zotin Demashi, mirënjohje për të gjithë pjesëtarët e delegacionit Rambuje, ata që janë mes nesh të jetë, ata që janë në pozita të vështira juridike, por dhe ata që nuk janë në të botë, dhe mirënjohje patjetër secilit qytetar të Kosovës për qëndresën në forma të ndryshme, njëjtë si rezistenca paqësore, ashtu dhe rezistenca përmes qëndresës heroike deri në flijimin dhe rrezikimin e jetës. Të falemderit shumë, zoti Gjinali. Të mos kishim çlirim të vendit, nuk do të flishim për rezultate zgjedhjesh, kështu që ka rëndësinë e jashtëzakonshme në fundit frymojmë vlerëshëm në vendin ton, i cili u shpalli pavar disa vjet pas çlirimit. Ja ku jemi. Një vot totalisht ndryshe në mes të mërgatës dhe popullatës brenda këtu në Kosovë. 43% përafërsisht ka votu qytetari i Kosovës për vetëvendosjen, e deri më tard sipas rezultateve me 27% të numëruara, 80% nga diaspora në përfaqësi diplomatike që kanë votu shkojnë për vetëvendosjen. I njëjti elektorat, i njëjti popull, ndoshta me realitetet ndryshme për shkak vendeve ku jetojnë, por me realitetet ndryshme në mënyrën se si votojnë. A është tipike për Kosovën, apo është e zakonshme në përgjithësi në dallimet se si votojnë mërgata dhe popullata lokale në cilin do shtet? Përgjithsisht ka një përgjithësim të shtrenjtë mes perceptimit që ka qytetari i cili jeton gjatë gjithë vitit në një vend të caktuar dhe atë qytetari i cili jeton jashtë vendit. Kjo ndodhet në vende patjetër të tjera përveç Republikës Kosovës. Në Republikën e Kosovës në fakt në këto vite, duke pasur parasysh nga viti 2021 ose pastaj nga viti 2019, shpërfaqet më hapur dhe më qartë kjo drejtësi, ky përpjestim i drejt mes votës popullore në rangun e brendshëm, nëse mund ta quajmë kështu për lehtësinë e bisedës, dhe votës popullore për sa i takon mërgatës apo qytetarëve që jetojnë jashtë Republikës Kosovës. Arsyet mund të jenë nga më të ndryshmet. Patjetër që ne mund t'i randisim si arsyet historike, njëjtë edhe arsyet më vonë. Së pari, në arsye historike duhet që të kthehemi pak në vëmendje mbi faktin që patjetër pas çlirimit të Kosovës, pas shpalljes pavarësisë së Kosovës, ka patur një formë marrëveshje të pashkruar mes partive politike për të qëndruar disi larg flukseve të mërgatës dhe për ta lënë mërgatën të lirë drejt vullnetit të saj politik. Dhe kështu që në vitet e caktuara kemi parë që partitë politike nuk kanë patur atë angazhimin proaktiv për votën e mërgatës, flasim pas vitit 2008, dhe në një farë mënyrë trendi ka qenë një trend i moderuar dhe patjetër që në mërgat dhe në votim përfshiheshin ata të cilët mendonin dhe ishin me një vokacion më të theksuar ndaj politikës, dhe pjesa tjetër bante një distancë të moderuar, nëse mund ta quajmë kështu, edhe nga proceset në tërësi. Më vonë, patjetër që shohim që politika dhe përkatësisht lëvizja e vetëvendosjes në fakt ka qenë partia e cila ka rifutur dhe ka rihyrë në skenën politike të mërgatës dhe patjetër që ka rikonfiguruar skenën politike të mërgatës në tërësi përmes një fushate intensive në fakt në vite. Dhe ky është fakt që zoti Kurti ka ndërmarrë një fushatë intensive në vite prej periudhave kur ai ishte ende në numra modest brenda Republikës Kosovës. Kjo ka qenë një llogaritje politike e zotit Kurti, duke pasur parasysh që
patjetër që kanë ekzistuar dhe studime dhe njohje të flukseve dhe të gjithë historikut të atyre flukseve të mërgatës, të ndjeshmërive të tyre dhe përkatësive të mërgatës, duke pasur parasysh atë mërgatë të para viteve 90, mërgatën e viteve 89-99, më pas mërgatën e pas çlirimit të 99 të në vijim. Kështu që ndjeshmëritë kanë qenë të ndryshme, përfaqësimi i këtyre flukseve ka qenë i ndryshëm, është një fluks, nëse mund ta quajmë heterogjen, jo në etni, por në qasjen që ata kanë, si ndaj klasës politike në vitet përkatëse, si ndaj mënyrës se si ata kanë parë zhvillimet në Kosovë deri ditën kur kanë qëndruar aty, dhe më pas si e kanë parë Kosovën edhe në periudhën më pas dhe si e shohin ata Kosovën duke qëndruar në shtetet përkatëse ku janë. Kështu që vota e mërgatës mendoj që është një votë komplekse, dhe vetëvendosja dhe zoti Kurti kanë arritur që të ngacmojnë në shumë flukse disa ndjeshmëri, të cilat mund të jenë të drejta ose të padrejta, subjektive ose jo, por fakti është që patjetër llogaritja makiavelike politike e zotit Kurti ka rezultuar efektive dhe kjo gjë duhet pranuar. Okej. Ka raste. A është i shëndetshëm ky votim në tërësi? Tani demokratikisht duke u bazuar në llogaritjen e njëjtë të votës mërgatës dhe votës së qytetarit në Republikën e Kosovës, patjetër që në konture demokratike nuk ka asgjë për të kritikuar. Më pas, nëse qëndrojmë në një diskutim më sociologjik, por nga ana tjetër në një diskutim më të thellë për sa i takon balancave që kjo votë kaq e madhe nëpërmas ndikon pikërisht në balancat e shoqërisë në tërësi dhe mbi gjitha shenjon fatin e një asaj pjesë të shoqërisë e cila jeton 365 ditë në Kosovë në 24 orë, patjetër që ky është një diskutim i cili është i gjerë dhe kompleks. Patjetër që ndikon. Po mirë, po pse si e shën kryesorën, arsyen kryesore ku e sheh? Pse mërgata e sheh vetëvendosjen në Kosovë si zgjidhjen më të madhe, zgjidhjen kryesore, për shkak të figurës së Albin Kurtit veçanërisht, mos ndoshta për shkak të zhgënjimit me subjektet e vjetra, nëse ka pasur zhgënjim apo si, për shkak se ka më pak kontakt, sikurse e përmendet Shkarazi edhe ju, me pasojat, veprimet direkte të qeverisjes, në këtë rast të qeverisjes së vetëvendosjes, apo është më pak e ndikuar nga shqetësimet dhe paknaçi që i ka qytetari që jeton gjithë vitin në vendlindje. Më lart u shpjegova 3 flukset e mërgatës në vijat përgjithshme, që kanë të bëjnë me historinë e Kosovës paktën nga viti 1968 dhe në vijim. Ky është një aspekt. Nëse më pas kalojmë në një aspekt më të thelluar dhe më politik, patjetër që mund të shpjegojmë në këto rrafshe. Së pari është rrafshi emocional. Pra, duke patur parasysh mendësinë dhe të gjithë diskursin politik populist të lëvizjes dhe vendosjes së zotit Kurti, patjetër që ngacmimi i emocionalitetit mbetet një moment thelbësor në gjyqimin dhe në targetimin e votës së mërgatës. Emocionaliteti është një aspekt i cili nuk bën imund askënd ndër flukset të cilat jetojnë jashtë vendit. Pavarësisht nëse janë mërgate e Kosovës, mërgate në një shteti tjetër edhe më të konsoliduar demokratikisht dhe kështu me radhë. Së dyti, patjetër që përposhtë emocionalitetit, pjesa e popullsisë e cila jeton jashtë një vendi, Kosovë ose një vend tjetër, është më lehtësisht e targetueshme nga aspektet e propagandës së një partie pushtetushtruese. Qoftë vetëvendosje, apo parti të tjera politike pushtet në Shqipëri apo në shtete të tjera të rajonit apo dhe në Europën qendrore. Së treti, patjetër që ka të bëjë me aspektin e të mosjetuarit të sfidave të përditshme që përballet çdo qytetar i Republikës Kosovës.
Nëse qytetari i Republikës Kosovës përballet me sfidat e përditshme në arsim, në shëndetësi, në energji elektrike, në fushat tjera të jetës, në të përditshmërisë, patjetër që qytetari i Mërgatës, ai i cili jeton jashtë vendit dhe viziton Kosovën në disa periudha të vitit, apo është kontribues, dhe nuk mund ta mohojmë të kontribues përmes remitancave tek të afërmit e tij në Kosovë, patjetër që e shikon dhe nuk prek pikërisht këto problematika të përditshme që preken nga qytetarët, qoftë të afërmit e tyre në Republikën e Kosovës. Këto janë tre momentet, siç e thash, emocional, propagandës edhe të jetuarit larg vendit. Pikërisht këto tre momente janë momente të cilat patjetër që e dërgojnë votën e Mërgatës drejt një kanalizimi politik ka një forcë politike. Dhe, siç tham, populizmi si një frym, shkollë politike, ideologji, patjetër që targeton, gishton edhe përthith politikisht pikërisht këto flukse të cilat patjetër jetojnë me emocionin, jetojnë me nostalgjinë, patjetër që jetojnë dhe gishtojnë periudhën deri atë periudhë atij vendi ku ato kanë qëndruar dhe më pas patjetër që nuk kanë njohuri në jetën e përditshme të atij vendi pasi që janë larguar nga ky vend. Pra ata jetojnë dhe kujtimet e tyre, brengat e tyre, mospranimet e tyre fillojnë dhe mbarojnë pikërisht në momentin në cilin ata e kanë lënë Kosovën. Pasi janë larguar nga Kosova, i gjithë mendimi i tyre politik dhe njerëzor bazohet pikërisht dhe fillon duke u bazuar në ndollit dhe të gjithë dinamikën e përditshme së tyre deri në ditën që kanë qëndruar në Kosovë. Dhe gjykimi i tyre dhe i mëdhonshëm bazohet pikërisht në goditjen ose miratimin ndaj këtyre flukseve që mund të jenë politikan, parti politike, apo dhe fenomene apo dukuri shoqërore, të cilat për një arsye apo tjetrën mund të kenë detyruar dhe të largohen nga vendi, apo thjesht ata kanë qenë të pakënaqur me realitetet përkatëse dhe kanë gishtuar si përgjegjës të atyre realiteteve disa flukse politike, parti politike apo figura politike, dhe sot nga pozicioni i tyre si Mërgat, ata patjetër që qëndrojnë në atë pozicion dhe gishtojnë dhe dënojnë dhe ndëshkojnë pikërisht ato flukse që ata i mendojnë si përgjegjës edhe për largimin e tyre nga Kosova dhe njëjtë edhe për sa i takon shumë çështjeve të cilat patjetër që ata mendojnë që nuk shkojnë mirë, pavarësisht që gjykimi i tyre nuk është i njëjtë i shëndosh me gjykimin e atyre që jetojnë çdo ditë në Kosovë. Po kjo është një histori tjetër. Dhe minutat më kanë ikur, por dua edhe një gjë, minutat më kanë ikur plotësisht, por dua edhe një gjë shkurtimisht, të lutem zoti Gjinali. Kemi dëgjuar që janë bërë krahasime këtyre ditëve edhe me votën e dhënë së fundmi në Hungari, konkretisht. Mërgata u tha, është thënë, Mërgata e Hungarisë është thënë se kanë mbështetur kryesisht Orbanin, përderisa popullata vendore në Hungari kanë votuar për ndryshim për Maxharin, duke arritur të ndryshojnë plotësisht skenën politike të atjeshme. A ka paralele që mund të tërhiqen për të krahasuar të dyja realitetet të Hungarisë dhe të Kosovës? I vetmi aspekt që ne mund të heqim një paralele, patjetër kanë bëjë, siç e thash, me faktin që flukset e Mërgatave në përgjithësi, duke jetuar me emocionalitetin, janë një target më lehtësisht i arritshëm nga instrumentat e politikave dhe politikanëve populistë. Pra, pavarësisht se njëri i majt, pra zoti Kurti dhe tjetri i djathtë zoti Orban, të dy në thelb janë politikanë populistë. Dhe absolutisht që njëjtë si ka të dy dhe të tjerë dinë shumë mirë që ta ushtrojnë pikërisht instrumentin e retorikës populiste për të trokitur në ndjesitë e secilit fluks të Mërgatave të vendit tyre.
Të ka bërë zoti Kurti, të ka bërë zoti Orban, dhe këto padyshim mund të bëjnë dhe lider të tjerë, siç e thash, të formateve të njëjta, pavarësisht realiteteve të ndryshme politike. Kështu që nuk është as pak habi që shpesh mërgatat janë më të prirura në votë drejt politikanëve populistë për shkak, siç e thash, të jetuarit me emocionin rreth parë. Dhe duke jetuar me emocionin, më pas shpërfaqet retorika nacionaliste, shpërfaqet retorika e disa arritjeve të cilat janë thjesht arritje fasade dhe thjesht për dukjen, por jo për thelbin dhe jo për qiprekin dhe realisht jetën e qytetarëve që jetojnë çdo ditë në vendet përkatëse. Dhe ky moment patjetër që i dërgon këto flukse drejt drejt një vullneti qartësisht të shprehur në mënyrë jo proporcionale në raport me atë që është brenda vendit. Tu lind patjetër tashmë nevoja dhe këtu ne nuk duhet të krijojmë klimën për të ndarë Kosovën nga mërgata. Absolutisht Ata qytetarë të Kosovës janë kosovar, janë njerëz që kanë kontribuar për të ardhmen për vendin e tyre. Ju thash përmes remitancave, përmes ndihmave ndaj njerëzve të tyre, përmes ndihmës edhe për integrimin e njerëzve të tjerë kosovar në vendet e përkatëse, duke shërbyer si një mundësi për një këmbje ekonomike si rezultati i vështirësive që mund të hasin në përditshmën e tyre në Kosovë. Dhe jo vetëm ekonomike, por sot jemi në ditën e çlirimit dhe di mirëfilli se sa ka kontribuar mërgata dhe në çlirimin e Kosovës. Kështu që është totalisht e qartë ajo. Unë ju falenderoj shumë për kohën që ju ndat për ne, por minutat e emisionit i... Doja thosha diçka tjetër, po. Nëse ma thua për 15 sekonda. Ikën 15 sekonda. Shiko, pra, çështja është e tillë që e di që nuk duhet kultivohet fryma e ndarjes mes Kosovës, mes qytetarëve të Kosovës dhe qytetarëve të mërgatës. Por, në radhë të parë duhem parë të gjithë instrumentet ligjor për një integrim më të mirë të votës mërgatës brenda një segmenti të caktuar ndoshta, por nga ana tjetër dhe partitë politike për te vendosjes duhet punojnë më shumë dhe të organizohen më mirë dhe strukturat e tyre në nivelin e mërgatës, dhe nga ana tjetër të jenë platforma dhe më të qarta për një jetë më të mirë në Kosovë, pikërisht për të mos kultivuar më largimin e qytetarëve të Kosovës nga Kosova në radhë parë, dhe më pas për të menduar në afatgjat edhe për programet të kthimit, mbi të gjitha për programet e kthimit të qytetarëve të Kosovës në vendin e tyre. Dhe mendoj që kjo patjetër që kërkon një strategji si politike, si kombëtare, edhe ligjore në aspektin e zgjedhjeve, por me të gjitha është shumë e rëndësishme për të mos gishtuar dhe shënjestruar dhe për të mos krijuar kulturën e ndarjes, sepse është një kurs i rrezikshëm, i cili po kultivohet dhe duke luajtur pikërisht me dëshpërimin edhe të njerëzve brenda Kosovës në momente të caktuara, mos të krijohet pikërisht ai kursi dhe ndarja mes qytetarëve të Kosovës dhe qytetarëve të mërgatës nga ana tjetër, pavarësisht që në këtë moment bindja dhe vullneti i shprehur është i drejtë. Mund të jetë dhe e gabuar bindja e tyre, por duhet trajtuar me shumë kujdes për të mos krijuar ndasi në Kosovë. Faleminderit shumë zoti Gjinali Ignaci që patë mundësi në këto minuta të shkurtra të jemi së bashku në këtë emision të drejt për drejt. Do të takohemi sërish.